Rogerti qëndronte i mbështetur te muri i korridorit me një buzëqeshje të ftohtë, ndërsa Selini ishte përballë tij e lodhur nga debati. Ti kera brenda me Mirin, tha ai me ton përqeshës. Dhe tani do martohesh me Gjembon. Gjithmonë me partner 30 vite më të mëdhenj. Selini ngjiell dhimbjen nga mënyra si ai po e gjykonte. Zemra po i rrite fort, por u përpoq t'i mbante lotët brenda. Je mësuar keq në Dubai, i tha ai duke qeshur lehë. I ndërroje si këpucët. Fjalët e tij ranë si gur mbi të. Ti nuk di asgjë për mua, tha ajo me zë që i dridhej. Lotët i rrëshitën në përfaqe pa mundur t'i ndalte më. Kjo ishte pika ku diçka brenda saj u thye. Mos fol më për mua ashtu. Bërtiti ajo me gjithë fuqinë. Selini ngriti këmbën dhe i dha një shkenë të fortë. Mos guxo më të më flasësh kështu, tha ajo me zë të fortë. Për një moment të dy qëndruan duke u parë në sy. Tensioni ishte i dukshëm, por tani në fytyrën e saj kishte vendosmëri. Selini u kthye dhe filloi të largohej. Rogerti mbeti pas, i habitur dhe i heshtur, duke kuptuar se kishte shkuar shumë larg.